s'ke çfarë tankohesh për të. Krahasu me shumë modele tjera, kjo është goxha e bukur. Këtu në mes ke këto kontrollerin e drive-it, ke shortcut-et, kontrolluesin e volumit, auto holding, frenë të dorës, këtu foot marshet, stop startin, edhe këtu center console në mes ka hapësirë, ke 2 Type-C këtu, wireless charger kjo këtu poshtë. Duket goxha e pastër edhe e dizenjuar në mënyrë të bukur, edhe sedilet shumë bukura, edhe kjo ngjyra është si e veçantë, e bukur. Lëkurë artificiale 100%, po prap cilësore, s'ke çfarë tankohesh për të. Krahasu me shumë modele tjera, kjo është goxha e bukur. Këto të cruise control-it, adaptive lane assist, gjitha që ka këto opsionet normal i ka. Edhe to shortcut-et e kontrollet për median timon i ka të gjitha. Kjo nuk ka panoramë lart, ka qenë opsionale, panoramë e madhe lart. Këto duken pastra të bukura, kanë pas opsion që i kanë pas me kristal. Gjitha këto gjonat me kristal, edhe këtu i kanë pas me kristal. Këtu duket sikur kanë kursyer çik lek të këto butonat, të duken si me qenë gjenerat F30-s, seria 3, po nuk është se të bie shumë shpesh me i prek këto stalloj gjo, po mund të kishin bë pak edhe më luksoze në dukje. Tani ta shohim edhe mbrapa sa hapësirë ka.